Festa e 8 marsit është për gjithë nenat, për gjithë vajzat, ju uroj të jenë të lumtura pranë familjeve të tyre. Cila është një gjë që je më shumë krenare që je grua? Për fëmijët e mi dhe për njerëzit e mi që më rrethojnë. Çfarë mesazhi do t'ju japë gravet për të Qofshin të lumtura kudo janë. Në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni, kudo që të jenë, qofshin nëna të lumtura. Tani festa 8 marsit për ne në Shqipëri mund ta përkufizojmë me disa gjëra shumë të mira. Festa e gruas 1, festa e nënës 2, festa e një gruaje në familje që sakrifikon gjithë jetën për fëmijët, për familjarët e tjerë. Gjëja më krenare që kam arritur të krijoj një familje të shëndosh, të edukoj 3 fëmijët e mi, edhe një familje të qëndrueshme për momentin. Çfarë mesazhi do t'ju japë gravet tjera për 8 marsin? Tani për 8 marsin tëra gratë duhet të bëjnë ato që ju takojnë edhe ta marrin sa me dashuri jetën edhe ta jetojnë ashtu sikur ju vjen. Festa e 8 marsit është një festë e gjithë gravet. Kudo që ndodhen, jashtë vendit edhe në Kosovë, se ne janë nga Shqipëria. Quhemi Mine Gjoka. Unë nuk është se kam kalu në jetë shumë të lehtë, por jam e lumtur që kam rrit 2 çuna. I kam mas 13 vitesh martesë dhe jam shumë e lumtur për ta. Mi ka po Zoti halal dhe kjo është jeta ime. Dhe ju uroj gjithë grave, gjithë nënave që kanë rrit fëmijë e janë nëna shumë të vujtura, si në Kosovë, si në Shqipëri, ju uroj që të kenë jetë sa më të lumtur e më të marë, edhe për fëmijët e tyre. Aq që lumtur jam vetëm për 2 fëmijët e mi që kam rrit, edhe kam shoqe, kam, domethënë, edhe rrethuar nga shoqëria ime. Jam shumë e lumtur për këta. Pastaj jeta vujtje ka. Cili është një mesazh që do t'ju japë gravet tjera për 8 marsin? Po, ju uroj grave që t'jenë shnosh e mirë, t'i kenë familje shnosh e mirë, Zot t'u aruj Zoti. Ku t'i kenë fëmijët, se sot emigrimi për nënat është shumë e rëndë. Edhe unë e kam kalu këta kohë. Dhe u arujt Zoti, nënave, ku t'i kenë fëmijët e tyre, o Zot. Qofshin gratë e nënat më të lumtura, derisa të kenë jetën gjallë. 8 mars, diçka e shajt për neve grave, diçka e pazavendësueshme në botën e njerëzimit, aty ku gjithçka është e përkryme. Në kohën e fundit, trendi luleve është shumë i madh, posaçërisht në Prishtinë. Jo veçan sot festat, posaçërisht në festa ka diçka shumë. Interesi është i mrekullueshëm. Dashuria për gruan, për lirinë e saj, për drejtat e saj, na sot veç po rritet në aromën e luleve, ajo po jep bukuri edhe më shumë. Në festat e 8 marsit është Xhambaku dhe është Karajfili njerin deri tyne që kërkohet më shumë. Trëndafili është ai mbreti i luleve, por gjithmonë për pjesën buqetat e 8 marsit. Gratë të reja, duani veten, jetoni, përparoni, shkolloheni, me sukses i arrini gjithçka. Kësaj bote i takojnë vetëm ne.